Koha po mbaron. Përpara samitit të udhëheqësve të BE-s javën e ardhshme, ata duhet të vendosin se si do ta shpëtojnë monedhën e përbashkët euro. Ministrat e financave të mbledhur në Bruksel kanë kërkuar ndihmën e FMN-s. Në anën tjetër, investitorët anë mban globit janë skeptik nëse fondi i shpëtimit, edhe nëse zgjerohet, do të arrijë të shpëtojë eurozonën. Ministrat e financave të zonës me 17 antar pranuan në një takim të tyre të fundit se nuk ka fonde mjaftueshëm për të garantuar likuiditet për vende si Italia e Spanja, dhe përballë nervozizmit të tregjeve ata janë drejtuar nga FMN-ja për ndihmë për të mbajtur në këmbë eurozonën. Fondi i shpëtimit i vetëm nuk mund të jetë në gjendje të zgjidhë gjithë problemet. Kjo duhet bërë në bashkëpunim me FMN-n dhe Bankën Qendrore Evropiane, ka deklaruar ministri i financave të Luksemburgut. Ka zëra se Italia dhe FMN-ja po negociojnë për një kredi me vlerë 400 miliardë euro, të nevojshme për 12 muaj të ardhshëm për vendin e goditur nga kriza. Një rol jetik në të ardhmen e monedhës së përbashkët e ka tashmë Gjermania. Nëse ky shtet nuk do të bllokojë përfshirjen e FMN-s në skemë, kancelaria Angela Merkel duhet të pranojë që Banka Qendrore të marrë përsipër një rol më të madh në menaxhimin e kësaj krize, dhe një vendim të tillë ajo duhet ta marrë përpara samitit të 9 dhjetorit. Në të kundërt, ndoshta do të ishte shumë vonë.